Live from Tirana. Live from Tirana. Dhe ju që do të na shihni pak më vonë në platformat tona sociale, unë jam Ronaldo Sharka, jeni duke dëgjuar Live from Tirana në këtë të martë të datës 28 tetor 2025. Dhe tashmë do të flasim për një tjetër histori suksesi, për një shqiptare nga Korça që disa vite më parë vendos të marri një çantë me shumë pak rroba për të emigruar, për të vizituar për pak ditë Amerikën, ëndrrën amerikane të shumë shqiptarëve dhe jo vetëm, tokën e premtuar amerikane, dhe më pas vendos të jetoj atje. Gerona Hyska, mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje Roni, jam shumë e lumtur që ndodhem sot. Si je ti? Jam mirë. Me thënë drejtën kam pak emocione se kam vite që kam qenë larg televizioneve të Shqipërisë edhe prap kur vjen është ai emocioni. Sado do të thënë un jam një këngëtare që merrem me muzikën live, këndoj përpara mira sysh. Prap është një emocion komplet tjetër dhe po të them faleminderit që më dhe mundësi që ta përjetoj sot. Është kënaqësi e madhe. Dgjoj, e nisim pak nga zero, nga zero, një pjesë e historisë së jetës tënde, por që është fillimi i historisë të rrugtimit tënd të kënduarit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ti je nga Korça, Gerona, apo jo? Jam korçare ose çfarë? O korçare. Duhet ta theksoj se kemi shprehjen tonë që e njeh gjithë bota. Para sa kohësh ti vendos të ikësh, ma trego pak të historinë se po ma thonë në kafe dhe është shumë interesante që ikën për pak ditë dhe vërtet ka qenë shumë interesante. Unë mbaroj studimet e Fakultetit Ekonomik këtu në Tiranë, pastaj shkoj në Francë, bëj një specializim, diagnostikim menaxhimit operacional të bizneseve. Vi në Tiranë, krijoj ato idetë mia se ku do të punoja, normal sepse isha shumë e re. Jo se nuk jam e re, por që e ke parasysh ato vitet në Amerikë kam filluar të bëjnë të veten. Vendos të iki në Amerikë thjesht për vizitë. Okej, tek të afërmit të tua apo jo? Tek të afërmit e mi. Kam shkuar për herë të parë në New York. Kam marrë një valixhe shumë të vogël, duke llogaritur rrobat e një jave, po. Shkoj aty, ishte kënaqësia më e madhe sepse më pëlqen shumë që të udhtoj, më pëlqen shumë më duket udhtimet, më duken gjithmonë një edukat personale, nuk e di. Dhe njeriu sa më shumë udhton, më duket sikur formohet ndryshe. Shkoj, me thënë drejtën, java e parë ishte shumë e këndshme. Javën e dytë fillova dhe po mërzitesha pak, sepse më dukeshe pak ndryshe. Ti vajte në New York apo? Isha në New York. Plus më pëlqente ta sfidoj pak veten në vende që nuk është se më njeh kush ose nuk e di domethënë ku mund të hyj, ku mund të dalë, jo vetëm te pjesa e rrugëve në kuptimin e parë të fjalës, sfidat e jetës. Pata një telefonat nga një miku im dhe më thotë që qëndro aty për pak kohë sepse po vi unë. Kam disa dasma, edhe mbarojmë punë me ato dasma dhe pastaj kthehemi. Thash të lutem, çfarë do bëj unë në Amerikë derisa të vishtim muajin tjetër, kur këtu mua nuk më njeh askush. Domethënë unë isha thjesht një vajzë e vogël në mes të një bote kaq të madhe, në mes të një, se unë e quaj oqean American, ti je në mes të oqeanit dhe pastaj ti je zgjedh si do notosh, ku, pse, çfarë dhe si doja dalësh. Kam pritur. Madje dua t'rregoj edhe një histori shumë të vogël. Më thuaj. E diti që unë herën e parë kam punuar babysitter. Edhe pse nuk kam pasur në ato kohë probleme me pjesën ekonomike, thjesht mendoja po sikur të jetoj një ditë në Amerikë. Dhe nëse një ditë për shembull do të mbetem mes katër rrugëve, sepse unë nuk njoh njeri. Dhe jetës asnjëherë nuk e dije se si të përplas. Asnjëri nuk ka lindur i suksesshëm, asnjëri nuk ka lindur i pasur. Dhe doja të sfidoja, aty filloi sfida ime. Ka qenë shumë interesante, shoqja ime e ngushtë nga Korça më ka gjetur kontaktet dhe unë shkoj te kjo gocë, ishte braziliane, ka qenë real estate dhe top modele shumë e suksesshme, jetonte në Manhattan. Dhe shkoj për herë të parë, më thot, përshëndetje, gjeta kontaktet. A ke punuar të ndonjëherë babysitter? Thash, po patjetër që po. Thos, po me kë ke punuar? Thash, kam mbajtur gjithë kushurin e vegjël, sepse isha njeriu i besuar, thash, kam qenë shumë njeri praktik, thash, dhe i doja shumë fëmijët. Në fundit unë isha akoma fëmijë për vete, domethënë. Qartë. Isha akoma fëmijë që kur kaloja për dyqane, shikoj gjërat e bukura dhe doja t'i blija për vete. Kam filluar aty derisa fillova pastaj të merresha me muzikë dhe aty pastaj ka qenë. Sa kohë punove babysitter? Rreth një muaj. Sa ishte paga? Më thuaj pak. Ta tregoj? Na thuaj. Ta tregoj? Po. Më mirë s'ka gjë, se duhet të futem në këto, po ka qenë $20 orën. $20 ora, që ishte në total në fund të muajit sa more? Po tani
Se nuk Sa të tregoj punoj orën. në ditë? Punoja prej mëngjesit deri në orën 12:01 natës që kthehej kjo nga puna, kujdesesha për gocën e saj dhe ka qenë shumë interesante sepse në atë kohë kur ti shkon me pushime, pak a shumë ti je përgatitur edhe për shpenzimin me $6,000 në muaj. Hajde tani Roni. Edhe të tregoj edhe sa kisha me vete. Lënjatën banë si të tipe që revolton, korçaret janë më të ëmbla. Unë nuk jam nga të lloj korçare. Si nga këto korçare që revoltohesh. Ka qenë shumë interesante fakti që unë merrja gocën e kësaj. Kjo ishte amerikane, Ishte braziliane. Po kishte vite që jetonte në Amerikë. E merrja gocën e kësaj dhe e çoja me taksi në shkollë dhe asnjëherë nuk i tregoja. Sepse nuk doja t'i thoja që shif se kam ardhur këtu dhe po punoj thjesht për të sfiduar vetë se do dukej shumë, domethënë nuk e dija do ta konceptonte dot njeri. Edhe një ditë prej ditësh kjo hapi Instagramin tim dhe zbulon se kush isha, sepse nuk kisha treguar asnjë për jetën që kam bërë në Europë, në Shqipëri, nga vija kush isha. Më merr dhe mul, më thot, hajde thot të pijmë një verë bashk. Unë e dua shumë verën dhe pak a shumë e njoh. Edhe shkoj dhe zgjedh verën më të mirë që ajo kishte. Dhe më thot, po si ka mundësi thot një vajzë kaq e vogël si puna jote, e thjesht thot që ka nevojë një verë në një verat. I thash, nuk e di, thash thjesht më ka pëlqyer logoja. Jam njëri thash që e vlerësoj artin të bukur, thash edhe thjesht. Ta okay, tha hajde ulemi të pijmë nga një gotë. Ulëm edhe madje para një jave se të bëhej kjo darka midis ne të dy jave, ajo ka bërë ishte një pasarel mode në një rooftop shumë të famshëm në Amerikë. Dhe më thot, a do më ndihmosh? Thash patjetër që po. Tani imagjino nga jeta që vjen këtu me videoklipe ku njerëzit janë gjatë gjithë kohës pas teje të ndihmojnë. Edhe unë historikisht kam pasur mamin, shoqet e mia, unë sot e kësaj dite do mami është suportuesja më e madhe që unë kur vi këtu gjithmonë kujdeset për rrobat e mia. Jam pak njeri shumë i shpërqendruar edhe dua të bëj shumë gjëra në jetën kohë dhe ndonjëherë nuk është se s'ja dal, ja dal. E kuptoj. E ndihmoj, ka qenë një, nuk e di, një fashion show fantastik dhe unë si ajo i rushja me një topuz të kapur te koka, tu e kuros rrobat e top modeleve, tu ndihmu për DJ-in, tu ndihmu për njerëzit ku do uleshin, kam qenë gjatë gjithë kohës, po të them film. Kam qenë film dhe kur kam mbaruar mbrëmja, më thot, "Ok, thot vish një nga fustanet tani, thot edhe hajde të festosh me ne." Jam rregulluar, kam vesh fustanet, kam dalë tani gjithë njerëzit që thoshin kësaj gocës, "Kush është kjo? Ku ishte kjo? Se nuk e pam në pasarel." Nga goca me atë bishtin këtu në kokë. Thash, po, më shok, po, thash, unë jam ajo, thash, po, unë këtu kam qenë, thash, u kam parë gjithëve, edhe pse ju nuk më pat. Edhe kështu filloi historia, pastaj te darka më thotë që si ka mundësi gjatë një muaji nuk më the kurrë se kush ishe. Ndërkohë që ti tha mund të kishe punuar me mua, të vije në krahun tim tamam si asistentja ime, tha se merre me shitje apartamentesh. Edhe prezenca jote e bla 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 gjëra të tilla dhe tha pranove tha që të punoje për mua dhe mbi të gjitha pranove tha që të kurosje rrobat e top modeleve të mia. I thash dëgjoj, unë vi nga një familje që më ka mësuar që të respektoj punën. Dhe mendoj që puna nuk është asnjëherë turp. Dhe më beso që sot që ndodhem në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç faktit të muzikës, unë kam edhe 2 bizneset e mia në Amerikë. Në Amerikë. Po thuaj se për 7 vjet, unë jam frymëzuar nga shqiptar që sot janë milioner dhe kanë pasur nismën e tyre duke lar enët. Sepse isha shumë kurioze të dija si kanë arritur. Duke parë veten time që doja shumë të arria diku ku nuk kisha mundësi se si të arria. Më duhet t'ja dilja diçkaje, të gjeja një sfidë. Domethënë më kanë frymëzuar shumë njerëz të cilët kanë kaluar goxha vështirësi dhe mendoj që ja ka vlerëtur. Amerika ja ka vlerëtur. Këngëtare në Shqipëri shkon në Amerikë dhe detyrohesh të punosh babysitter për pak kohë. Por këtu është vetëm starti i historisë, sepse tashmë ti ke 2 bizneset tua aty dhe këndon pafundësisht e lumtur dhe lumturon shqiptarët. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër marketingu dhe rikthehemi shumë shpejt në program me Geron Ahyska. Mrekulli, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë nga studiot tona qendrore në zemër të Tiranës për të biseduar me Geron Ahyska, një këngëtare shqiptare tashmë e suksesshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm si këngëtare, por dhe si biznesmene. Na flit pak për bizneset tua atje? Kam një coffee shop, kam edhe një fast food me xhiro. Okay. Sa ti mungonte një fast food i tillë. Nuk ekziston një xhiro ashtu si jemi mësuar ne që ti ham të xhiro tradicionale. Kështu që e studiova mirë tregun, edhe duke qenë se jam në kontakt gjatë gjithë kohës me shqiptarët, gjithmonë ngasmoja pak. Me pyetje që o zot, sa na ha një xhiro, thoya, xhiro domethënë.
Edhe kurse me korçarët e mi, ama bre larg se vdiqe për një Ka shumë korçar aty? Ka. Në çfarë Aty ku zonë jetoj unë jetoj për momentin në Michigan, Detroit. Okej. Edhe ka shumë shqiptarë. Jemi kaq shumë të zgjeruar sa ti nuk e ke idenë. Edhe aty un kam harruar që jam në Amerikë. Vërtet. Suporti, kontaktet, puna më ka bërë që të merrem gjatë kohës me shqiptar. Edhe kështu lindi edhe ideja për të hapur një supply chain mes të Detroitit. Ti këto biznese, këtë punën si këngëtare në dasma dhe koncerte, e menaxhon vetëm? Vetëm. Mund t'ja dalë dhe vetëm. Nuk e një partner në jetën tënde? Jo, për momentin. Pse? Ku ta gjej? Në Amerikë nuk kam kohë për shembull. Si gjetë punën për babysitter? Të gjesh dhe të dashurin në Amerikë. Se di pse më duket pak e vështirë. Pse? Pse janë të vështira çështjet e zemrës në kohrat e sotme? Pse është e vështirë? Nuk di as vetë si ta shpjegoj, Roni, sepse fakti që jam aty edhe jam gjithë kohës e angazhuar me punë, më duket sikur nuk kam kohë për t'u angazhuar dikujt tjetër. Po kur shkon? Ose është tjetra që nuk ka dalë akoma askush të më marrë zemrën. Po kur shkon në darkë, në shtëpi që je vetëm, ke mbaruar ditën tënde të ngjeshur. Kam marrë një maçok të vogël. Okej, ke marrë një maçok? E kam vënë emrin Mjalti, se shumë i ëmbël. Vërtet? Edhe kam filluar rendi dashurinë për maçokut. Po zemra jote si është në këtë momente? Zemra ime? Shumë e bardhë. Jam njëri me zemrë të bardhë. Jo, patjetër po them, është e fashuar, është e shëruar. Është e freskuar, se është freskët tani, është ndihet shumë rehat. E shijoj shumë të kohën e Tiranës. Po hiqe Tiranën, atje në Amerikë si është zemra jote? Në Amerikë shumë mirë është tani për momentin. Ta kanë thyer ndonjëherë zemrën? Ma kanë thyer? Ma kanë thyer. Nuk është se ma kanë thyer. S'kam lejuar të më thyej kush zemrën tani, s'kam lejuar. S'kam lejuar. Edhe po ta thyejnë zemrën, se nuk është faji jot, është faji atyre. Ndonjëherë është dhe faji jon. Pse? Po sepse ndoshta presim shumë nga personi përballë, ose ndoshta krijojmë ne një ide tjetër për personin që kemi, ose thjesht nga që gjatë gjithë kohës ndoshta marrim pasqyrimin e dashurisë që ne japim, edhe ndoshta mendojmë që është njësoj edhe nga ana tjetër. Dhe vjen një moment pastaj që ajo pasqyra fillon edhe ka ato kriset e veta, edhe kështu që ti fillon edhe sa më shumë shef gjëra të tjera. Nuk është se mund të them që jam e mbyllur, në sensin që kam vendosur që nuk du një njeri për krah edhe ping mbaroj kjo punë. Në momentin që do kisha një njeri të duhur, dhe kush është i duhuri do pyesje ti. Se është pyetje shumë interesante. I duhuri se ndoshta as unë nuk jam e duhura. Është një shprehje shumë e bukur Gerona që thotë, i duhuri është thjesht i gabuari, por i maskuar bukur. Jo, unë nuk dua të dal nga kjo shprehje, jo. Nuk e beson ti këtë shprehje. Ti beson ti dashuria vërtet? Se në përralla? Në këto momente? Ti ja beson? Me periudha. Me periudha. Varet nga kush, nga çfarë? Nga rrethanat. Nga rrethanat. Kur ti merr mend Perëndia, fillon e beson. Po dashuria është e bukur. Perëndia, ose ja merr ti mend vetes se Po. Kështu thot populli, nuk është se Perëndia na i merr. Se di, nuk e di Roni. Do shta dhe unë me periudha pra. Ose se di. Po në këtë moment beson të dashuria? Në këtë moment jo. Jo, nuk beson. Jo. Nuk besoj. Për momentin. Po ti ja ke thyer ndonjëherë zemrën të tjerëve? Atë nuk e di, po edhe ndoshta pa dashur, ndoshta me dashje, ndoshta si çdo kush, edhe le të metemi te ndoshta. Cila është çmenduria më e madhe që ke bërë ti ndonjëherë për dashurinë? Tani unë jam një person shumë i çmendur në thelb. Edhe si një demi vërtet që jam. Ato brirët edhe pse nuk më duken kështu në pamje të jashtme, janë në çdo moment i jetës time. Po janë kaq shumë sa unë nuk mund të. Po një në veçan. Po janë ekstreme tani, nuk po. Pa ato ekstreme duam ne. Janë kaq shumë sa nuk di këtë përmend. Një. Ata ti mban gjithë ato dasma live dhe nuk lodhesh, s'ma thotë një histori çmendurie. Çfarë ke bërë ti për dashurinë?
se unë vdes, mbaroj fare kur flas me njerëzit për dashurinë, jo vetëm në emision, por edhe në kafe. Kam bërë shumë, Roni. Për shembull. Kam bërë shumë, sa që nuk ka pasur momente që nuk kam njohur edhe veten time. Ekstrem. Mund të kem marrë për shembull avionin me orë Të tëra. të gjitha. Me orë. Thjesht domethënë për të shkuar dhe për të taku personin në fjalë. Ka pasur momente për shembull kur kam dalë mes natës nga shtëpia sepse ishte thjesht nga që personi që kam pasur e ka ditur që unë provokohem shumë shpejt dhe jam tip shumë impulsive. Të më thonë që jam filan vend dhe unë tani me pijama dal mes natës, me taksi shkoj aty, kur shkoj aty, asnjë këmbrobi. Dhe shoh veten aty, unë, ato gocat kamariere me pijama, pothuajse më njihin që të gjitha. Në mes të New Yorkut, ë? Edhe, çka ka Gerona? Tash s'kisha gjumë. E dini tash stresin si është vërdall. Edhe atë pin kafe. Mënyrë e bukur për të. Ç'a mund t'i tregoja? Ç'a mund të thoja unë? E ke falur? E kam falur. Sa kohë u desh që ta falje? Që në momentin që kuptova se nuk ishte personi i dur. Të merr malli? Për momentin jo. Ndodh që të merr? Ndonjëherë më shumë janë Apo të merr malli për kujtimet? Kujtimet. Ndonjëherë janë kujtimet ato që të lodhin dhe të trazojnë ndonjëherë emocionet. Beson te karma? Besoj shumë. Besoj. E ke parë të funksionoj? E kam parë dhe besoj që në çdo aspekt të jetës karma ekziston. Çfarë do lloj aspekti. Qoftë edhe në shakat më të vogla, që ndonjëherë mundohesh të futesh në grac këtë kë, jam e sigurt që të kthehet në 100 sekondës. E besoj. Dua të hap një podcast tërësisht për të biseduar për dashurinë, nuk e di pse më pëlqen shumë të flas për dashurinë. Po sepse je me energji shumë pozitive dhe je një person që fal vetëm dashuri. Dukesh nga sytë nga buzëqeshja, Roni. Falenderoj shumë. Do më lejosh edhe një herë të shkëputem vetëm për pak çaste, hapësirë marketingu, e për të biseduar pastaj për një tjetër fushë, ndoshta më të gëzueshme, kur ti do duhet të shkosh dhe të këndosh për ata që martohen. Një nga momentet më të rëndësishme të njeriu në jetë dhe gjithë gjërat që ndodhen aty dhe jo vetëm. Shkëputemi dhe rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana. E martë 28 tetor 2025 po dëgjoni, po shihoni Live from Tirana në këtë paraditë me mua Ronaldo Sharkën dhe Danko DJ për të xhamit. Vjen në studio vazhdon të jetë Gerona Hyska o kërçare o hiç fare. Mund ta mbajmë kështu prezantimin tënd. Gerona, nëse do duhej të rrëfeje momentin tënd më të dhimbshëm të jetës që sa herë kujton të përlot, cili do t'ishte? Mi dhimbshëm. Tani momente dhimbjen e kalojmë pafund. Pa ai që të përlot sa herë që kujton. Nëse dëshiron të flasësh gjithmonë, nuk ka. Nuk do doja që të flisja për këtë pjesë. Por gjithmonë kam vuajtur pak pjesën sepse babai im vite më përpara ka pas punuar shumë ka pas emigruar shumë, edhe kam qenë shumë e vogël dhe kam pasur lidhje shumë të madhe. Edhe gjithmonë sa herë që e kisha larg, nuk e di, ndihesha komplet një njëri tjetër dhe e vuaja. E mbaj mend si një vuajtje fëmije më shumë. Dhe mbaj mend për herë të parë kur është kthyer nga Franca pas shumë vitesh që u mor me punë dhe me pjesën e dokumentave të tillave. E ke parasysh si çdo emigrant kur shkon edhe për të bërë dokumentat, e kam parë në ëndër që do vinte. Ai ishte bërë surprizë faktikisht ardhjen e tij në Shqipëri. Po flasi për vite me radhë, edhe çojmë në mëngjes, kam qenë shumë e vogël. Çojmë dhe i them mamit, babi është këtu. Më thotë, si babi është këtu? Babi tash është në Korçë.
Sa të lutem se e di tha që këtë njëjtën histori se çdo ditë çohesha krijoja këngë, kapja telefonin, edhe kisha shumë dëshirë që të shikoja të gjithë që qani t'ja u përcjellja atë emocion që ndjeja, por nuk ja thoya dot me fjalë, ja thoya me këngë. I krijoja vetë tekstet, muzikën, melodinë, dhe kështu e kisha lidhjen me babain tim, po se është një gjë e bukur që unë muzikën e kam trashëguar nga babi. Babi nga shumë bukur. Edhe çohem mëngjes edhe i them, babi më ka marrë një telefon dhe më ka thënë që nesër do vi. Do jemi afër. Asnjë nuk më besonte. Domethënë u von gjithë në merak se goca tani po e përjeton shumë keq e bla bla. Mendoj që ai erdhi, pra ti e prandjeve, telepat. Erdhi. Atë ditë ai ka ardhur dhe unë nuk e harroj derisa të vdes atë moment. Jam shumë e lidhur. Me dy prindët jam shumë e lidhur, po zakonisht gocat me baballarët janë. Domethënë këto janë gjëra që të mbeten kur sidomos kur je vogël edhe përjeton. Pastaj dhimbja, s'mund ta quaj dhimbje, por që deri diku ka qenë dhimbje kur kam shkuar në Amerikë dhe për 6 vite nuk munda do të vija në Shqipëri për pjesën e dokumentave. Edhe çdo ditë që shifja mamin tim edhe babin, mami është një tip që është shumë tip i prekur, edhe çdo moment që fliste nuk kishte moment që mos e shifja duke qarë. Nuk kishte sekond që lutej edhe mundohesha që gjatë gjithë kohës ti thoya shko se jam mirë, shif se po vi. Erdhi dita. Nuk e ke iden që ti je vetëm në mes të Amerikës me gjithë hallet, me gjitha problemet dhe prindrit e mi asnjë nuk e kanë marrë vesh çdo vështirësi që un kam kaluar. Ndoshta po e dëgjoj sot për herë të parë, por që asnjëherë nuk kam dashur që ti mërzis se çfarë isha duke kaluar në Amerikë vetme. Por që nuk e di, nuk është gjë më e vështirë që një shqiptar apo i cili do lloj komsie qoftë ai vendos ta emigrojë në Amerikë. Kush janë sfida më të mëdha që haset fillimisht atje? Tani ti je sistemuar, je këngëtar suksesshëm atje, por dhe biznesmene, por në fillimet e tua për çfarë të vinte i natë, për çfarë qaje, për çfarë vuaje? Amerika është, e the pak përpara, është një tokë e bekuar, është edhe një ëndër shumë e bukur, por është edhe pak të merr dhe të thith në atë ëndrën e vet që mua më duket pak gënjeshtare, sepse ti shkon edhe gënjesh nga ajo pjesa më e bukur e Manhattan. Gratta-çelat pafund, ajo jeta e vipave, domethënë shikon atë pjesën më të bukur të mundshme që mund të jap New Yorku në momentet e para kur shkon. Dhe pastaj kur ti fillon, është problemi i një shtëpie, është problemi i një pune, jeta sociale që unë do e them, edhe vazhdoj ta them shumë hapur që aty është aty mungon shumë, Roni. Me thënë aty është shumë e vështirë që të kesh një shok. Se di, unë pata fatin që vërtet të njoh miq pafund, edhe mikesha. Sot kam disa shoqë mia që janë shumë të afërta me mua, pothuajse i kam si motra, edhe pse janë gjak tjetër. I du shumë fort sepse më kanë ndenjur shumë afër. Si gjithë njerëzit, edhe unë kam pasur momentet e mia që kam bërë gati valizhen dhe kam dashur që të iki, të kthehem. E ke menduar? E kam menduar shumë herë. Sidomos muajt e parë që kam qenë e pajisur me dokumenta, por më e vështirë ka qenë kur nuk i kam pasur dokumentat. Qartë. Edhe shifja valizhen çdo ditë te cepi derës. Por e dija që nëse do vija, nuk e dija do kisha kthim më mbrapa. Edhe tashmë isha futur në atë volburën e jetës që unë edhe doja të punoja, edhe doja të isha e suksesshme, po edhe më mungonte vendi, më mungonin njerëzit, më mungonte familja, më mungonte, nuk e di, ajo gerona e vogël, ajo gerona çapkëne, çamaroke, sepse çdo ditë aty më duke vetja shumë herë më e madhe se sa isha. Edhe kur më pyetin sa vjeç je, taloj e thoja, për një sekondë më duket se kam harruar sa vjeç jam. Ishte aq i shpejt ritmi i jetës? Shumë, dhe vazhdon të jetë shumë i shpejt. Jashtëzakonisht tepër. Gerona, ti ke bërë 2 bashkëpunime, mos gaboj, shumë të suksesshme me Beskallakun që në Milion Avios, si u bët bashk? Trego pak. Besi nuk e kam takuar asnjëherë. As Klodin, se edhe ai është pjesëtari i videoklipit, producenti Mari Glemboja, që dua ta përshëndes sepse më ka suportuar shumë edhe pse kam qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vërtet më ka dhënë materiale shumë të bukura. Dhe unë e quaj, e kam, domethënë jam shumë mirënjohëse ndaj këtyre gjërave, sepse sot është shumë e vështirë që
ndonjëherë producentët t'japin edhe hite. Domethënë ti s'e ke takuar Besin përpara se të bësh këngën apo? Asnjëherë. Po se ke bërë këngën. Është shumë histori e bukur sepse të dyja videoklipet me Besin kam dhe një bashkëpunim me Olsi Bylykun, janë kemi qenë të ndarë. Çunat kanë qenë në Tiranë, kurse unë kam qenë në New York. Ti ke punuar në Amerikë me studio Andej, ke çiruar edhe pjesën tënde Andej? Po. Dhe janë bërë këngët, është bërë një. Po, kurse kënga Luj, zëri im është hedhur nga telefoni. Dhe Mari Glemboja ka nxjerrë një spektakël. Një perlë. Ka nxjerrë një perlë, domethënë ishte një këngë që ishte shumë. Po, tash këto dita do të takosh Besin? Po, është i zënë. Është shumë busy. Ai është busy, unë jam busy. Kemi kontakte kështu të herë pas hershme, por nuk është se kemi domethënë ndonjë miqësi, thjesht na ka bashkuar producenti edhe thjesht kaq. Ndërkohë, sa çifte në vit marton Andej duke kënduar, duke i bekuar me zërin tënd, më thuaj pak. Pafund. Sa e vështirë është këndosh live? Kjo shikojmë këngëtarë që marrin nga 20.000 euro nata, 20 minuta e kanë performancën, nëse këndojnë 60 sekonda live, është mrekulli, po këngëtarët e dasmave unë e di që kanë një punë relativisht është pak më e vështirë. Jo, shumë e vështirë. Është pak më e vështirë. Për mua nuk e di. Muzika live është seksi i shpirtit. Nuk e di, kënaqësia që t'jep muzika live, nuk besoj se mund ta jap kur playback, sepse sot njerëzit janë shumë perfekt duke kënduar playback. Po kur s'kan kam zgjedhur ti jem ai personi ndoshta edhe pa përsosur, por ti jem shumë e vërtet, ti jem shumë pa filtra. Kur s'kan zë të këndojnë thuaj. Atë nuk jam unë që mund ta gjykoj, sepse i kam kolegë që të gjithë, edhe sot tregu është bërë pak i vështirë. Sidomos kur je femër pas një mikrofoni është edhe shumë e vështirë, edhe pse ti ke atë forcën femërore, sepse njerëzit të gjykojnë për pamjen dhe jo për zërin, ose e kundërta. Edhe është një luftë shumë e madhe midis vetes. Ke qenë në Eurovision apo në Festivalin Europian të Këngës? 2015-2016 me Hajda Danin. Po, kam qenë vokaliste. Live ishte kënga që në përfaqësonte atëherë, një nga përfaqësimet më të bujshme dhe më dinjitoze në mënyrë absolute. Ti ke qenë një nga vajzat në back vokale, apo jo, sa vajza ishit? 3 vajza. Eksperiencë e bukur? Ka qenë eksperiencë që nuk do di si ta përshkruaj atë emocion. Po është filluar Eurovisioni atë vit në Vjenë. Në Vjenë. Ka qenë në Austri. Nuk e di, emocione të papërshkrueshme, emocione që sepse ne edhe provat kur i kemi bërë gjatë gjithë kohës përpara publikut. Edhe ishte jo vetëm që ndihesha krenare me veten, sepse isha në një skenë shumë gjigande. Na bash pak këtë si ka qenë këtë? A besoj që kam marruar? Seriozisht? Something like that, nuk e di. Nuk kujtohet. Kanë kaluar vite, goxha. Kanë kaluar vite. Unë kam qenë i vogël atë kohë. Kanë kaluar vite edhe ishte ajo ideja se ne ishim vetëm 4 vajza që mbanin peshën në një shqiptarie, edhe që të shihnin gjithë nga televizioni. Unë isha pak ajo më çapkënja se i ngacmoja duke lexuar komentet në fund të natës, edhe kisha shumë qejf që t'i stresoja pak. Dhe sa vinte momenti dhe gocat të lutem, ose hiq dorë njëre mirë dhe mos na hajde më nga mbrapa, ose të lutem vazhdo të haj buk me ne, na lër të qetë. Se ti e di shumë mirë që ne jemi popull pak paragjykues, edhe në momente që ndodh ndonjë problem i vogël ose kështu gjithë. Po, e pam këtu, e kanë fajin back vokalistet, e ka fajin e Lajda, pse kështu, pse ashtu. E pam dhe e dëshmuam me Rej Manaj. Muaj më parë e sham nga nuk e sham, sa bëri golin me Serbin, ishte mbreti. Kështu që nuk duhen marrë dhe shumë për bazë komentet, duhen lexuar, duhet ta Ne duhet ta suportojmë pak më shumë njëri tjetrin, duhet të jemi pak më të vërtetë dhe nuk duhet të jemi kaq paragjykues, sepse asnjëherë nuk kemi qenë në këpucët e njëri tjetrit. Kështu që në momentin që do të flasësh për dikë, vendosë veten në këpucët e veta dhe besoj se do ta kesh më të thjeshtë për të dhënë një mendim, gjykim apo gjykim, çfarëdo gjë që mund ta quash. Me çfarë punon tani këngë të reja? Jam duke u marrë me disa projekte. Më pëlqen të këndoj edhe këngë moderne, e them dhe këngë moderne sepse unë gjithmonë fut atë shpirtin popullor. Unë e këndoj një këngë moderne me shpirt shqiptare. Fakti që jam marrë live prej vitesh edhe me popull nga treva të ndryshme të Shqipërisë. Është e çuditshme. Unë gjej rastin për ta thënë edhe këtë gjë live. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë kam marrë një përkraje shumë të madhe nga malsorët. Domethënë njerëzit prej veriu mua më kanë suportuar
pafund. Më vjen keq që duhet ta shpreh këtu në mikrofon që njerëzit nga vendi im nuk kanë parë suport ashtë më sa kanë parë nga malësorët. Është e çuditshme. Me thëmë fakti se sa më duan, fakti se sa shumë më vlerësojnë, se sa më ftojnë në për dasmat e tyre dhe ndonjëherë ndihem edhe në siklet sepse kanë këngëtarë të zonave të tyre, që unë realisht ndoshta nuk mund t'ja u di gjithë këngët edhe traditat, por që ata e dinë që unë jam një këngëtare që këndoj edhe veri pak, këndoj Shqipëritë mesme, këndoj jugun, këndoj këngë moderne, por ajo energjia që e jap në skenë se jam shumë e butë kështu laj, po kur e marr mikrofonin jam një luanesh e vërtetë. Gerona, unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën e këndshme. Shumë faleminderit që sot në Live from Tirana, edhe për historitë të vërteta njerëzore. Në fund ke një mesazh për gratë që shpesh herë mendojnë që nuk mund t'ja dalin vetëm? Kur realizova bizneset, edhe kur kuptova që realisht populli shqiptar më donte dhe më do pas ka shumë vitesh akoma në ditët e tyre më të bukura, ju them shoqeve që uroj dhe shpresoj që një ditë të dal para mira grave, të flas për jetën time. Nuk jam ajo që do mësoj askënd. Thjesht do ju them se fuqinë që ka një gruaja nuk besoj se e ka askush. Dhe nuk dua që të ndihen asnjëherë të nështruara nga gjinia mashkullore, sepse ne mund të bëjmë shumë, sidomos kur jemi krah njëra tjetrës. Sidomos kur e suportojmë njëra tjetrën dhe kur e duam njëra tjetrën. Mendoj që çdo femër ka fuqinë për t'ia dalë e vetme, për të rritur fëmijët e vetme, për të punuar, për të qenë e suksesshme, sepse mban shumë role mbi vete. Nuk e di deri diku ja ka dhënë Zoti këto role dhe për aq kohë sa Zoti t'i jep ty gjithë këtë fuqi, ta gjejnë forcën brenda vetes. Për të përballuar gjithë këto role, ti e ke. Gerona Hyska, të falenderoj shumë edhe një herë që ishe sot në program. Të uroj më të mirat, shijoje Shqipërinë në 360 gradë për aq kohë sa do jesh këtej dhe vazhdo shkëlqy në Amerikë sepse gjuha e muzikës është ndërkombëtare. Muzika nuk njeh komsi, ajo të kënaq shpirtin pavarësisht në çfarë është shërimi i shpirtit për këdo. Falenderoj edhe një herë dhe të uroj më të mirat. Shumë faleminderit. Bukuri, këtu përfundon dhe ky program për ditën e sotme, duke falendëruar të gjithë për vëmendjen e treguar. Ne do të ridëgjojmë sërish nesër, deri atëherë nga unë Ronaldo Sharka, se realisht na u tha goja, u dehidratuam në këtë bisedë kaq të gjatë. Kam pakuj. Hajde ndajmë të gotën. Do ndajmë direkt tani, do të shihemi nesër deri atëherë. Bëfshit qef.